Kryeministri Edi Rama ka reaguar me tone të ashpra përmes një statusi në rrjetin social Twitter pas kërkesës së Unionit të Gjyqtarëve për rritje të pagave të trupës gjykuese. Interesante, për herë të dytë brenda 3 viteve Unioni i Gjyqtarëve kërkon sërish rritjen e pagave në gjykat, një praktikë unikale, pa dëgjuar dhe pa njohur në historinë e shteteve, që gjyqtarët t'ia caktojnë vetes pagat përmes gjykatës, por që ka ndodhur në Shqipëri në vitin 2022, kur ky union kërkoi në gjykatën kushtetuese që paga bazë e gjyqtarëve të ekuivalentohej ose me pagën bazë të drejtorit të departamentit të kryeministrisë ose me 1% të pagës së presidentit sipas dëshirës së gjyqtarëve. Dhe gjykata kushtetuese e pranoi kërkesën, duke garantuar një pagë bazë të lidhur prej 156.000 lekësh. Mirë po kjo ndërhyrje skandaloze e gjyqësorit në kompetencat e ekzekutivit me sa duket i ka shijuar Unionit aq shumë, sa pas rritjes së pagave të administratës në maj të vitit 2023, Unioni i Gjyqtarëve tani rikërkon përsëri nga gjykata rritjen e pagave të gjyqtarëve. Këtë herë Unioni kërkon që paga bazë të lidhet vetëm me pagën bazë të drejtorit të departamentit në kryeministri dhe kërkon sërish ndryshimin e ligjit, ndërkohë që në vitin 2022 Unioni donte garantimin e një shume bazë pavarësisht çdo llogaritje, sot kërkon që si pasojë e rritjes së pagës së administratës të rritet paga edhe gjyqtarëve, dhe jo pak për plot 700 euro. Do me thënë, ky unioni e kuptoka si një privilegj të përjetshëm faktin që për ta mbështetur pavarësinë e gjyqësorit dhe fuqizuar gjykatësit e dalë nga vetingu, ne me reformën e drejtësisë rritëm pagat e sistemit të drejtësisë menjëherë sa për 10 vjet, 20 vjet, duke e thyer me vetdije piramidën e pagave të Republikës së Shqipërisë. Pra sipas Unionit, kjo republikë do të jetë përgjithsisht e vetmja në botë ku gjykatësit nuk do ta lejojnë ngjitjen e piramidës së thyer të pagave, sepse ndryshe nga gjithë bota në Shqipëri pagat e tyre nuk do të rriten me qeveri e parlament, por me gjyq. Tani unë uroj shumë që shakaja hidhur e gjykatës kushtetuese herën e parë, të cilën ne e pranuam me heshtje si një lajthitje që duhej kapërdir për hir të respektit me heshtje të një vendimi të gjyqësorit të mos përsëritet, sepse heshtja ndaj çfarëdo abuzimi me mbështetjen tonë për drejtësinë nuk është më një opsion për ne. Për më tepër në këtë rast, ky do të ishte një abuzim mallor shumë dimensional, që do të cënonte shumë kënd e shumë çka, duke nisur nga vetë kushtetuta dhe serioziteti i Republikës së Shqipërisë, e përfundon reagimin e tij numri 1 i qeverisë Rama.